Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bima që i ka habitur të gjithë, ja pse duhet të keni aloe vera në shtëpi. Gjeli aloe verës një ndër shekuj për vetitë e tij shëruese, por kohët e fundit nutricionistët kanë filluar të këshillojnë gjithashtu konsumin e tij në trajt lëngu. Ndonë se hera e kësaj bime mund të jetë pak e fortë, lëngu pasi i nënshtrohet disa proceseve të filtrimit e humbet atë, por vijon që të ruaj vlerat e tij ushqyese të përqendruara. Përfitimet shëndetësore të lëngut të aloe verës. Konsumimi i rregullt i lëngut të aloe verës mundet të ndihmojë në uljen e kolesterolit në gjak. Fibra e tretshme B sitosterol shkrin molekulat e kolesterolit dhe ndihmon në nxjerrjen e tyre jashtë trupit, duke rritur kështu qarkullimin e gjakut. Ky lëng mundet që të zvogëlojë sasinë e kolesterolit në gjakun tuaj dhe të parandalojë koagulimin e tij. Ky është një lajm i shkëlqyer për njerëzit me diabet, arteriosklerozë ose probleme të tjera të cilat lidhen pikërisht me zemrën. Kur bëhet fjalë për detoksikimin, para së gjithash duhet të dini se këtë proces e bën mëlçia. Lëngu i aloe verës gjithashtu nga ana tjetër është një mënyrë e shkëlqyeshme për të mbajtur mëlçinë tuaj të shëndetshme, pasi është i pasur gjithashtu me fitonutrient dhe është një hidratues. Lëngu i aloe verës fal vetive antimikrobike dhe antiinflamatore gjithashtu ndihmon edhe në trajtimin e problemeve të shëndetit oral, sepse nuk është as i sheqerosur dhe as acid. Receta e lëngut të aloe verës të përgatitur në shtëpi. Ju nevojiten 3 gota ujë dhe një deg aloe vera e madhe. Priteni gjethen e madhe nga bima juaj e aloe verës. Hiqeni shtresën e jashtme dhe me ndihmën e një luge, merrni të gjithë xhelin e brendshëm të bimës. Kujdes, mos merrni lëngun qumështor që mund të dalë nga bima, pasi ka veti të forta laksative. Vendoseni xhelin në një tas të vogël dhe nga ajo merrni 2 lugë gjelle xhel aloe. Shtoni ujë dhe përzieni atë me blender për të paktën 3 deri në 5 minuta. Hidheni lëngun në një gotë dhe konsumojeni. Ju gjithashtu mund të shtoni xhenxhefil ose limon për t'i shtuar shije, ose mundet që ta konsumoni në gjendjen e tij natyrore, por të jeni të vetëdijshëm për efektin e tij laksativ. Bima aloe verës është një nga kurat më të fuqishme që natyra ofron, sepse ajo arrin që të shërojë organizmin tuaj si nga jashtë ashtu edhe nga brenda. Nuk besohet të ketë njëri që nuk ka dëgjuar ose lexuar për përfitimet që vijnë nga xheli i aloe verës. Kohët e fundit ky lëng çuditbërës ka fituar mjaft vëmendje dhe popularitet në mesin e njerëzve të cilët kujdesen për shëndetin e tyre. Çfarë është lëngu i aloe verës? Lëngu dhe xheli i aloe verës prodhohet nga gjethet e gjata të bimës. Si prodhohet lëngu i aloe verës? Mund të duket e çuditshme, por në fakt gjethet e bimës mund të japin lëng dhe në mënyrë tepër të thjeshtë. Këtu ju do të gjeni të detajuar procesin e përgatitjes së lëngut të aloe verës. Priteni gjethet sa më pranë pjesës kryesore të bimës. Gjethet ndahen në gjysmë sipas së gjatësisë. Siguroni që ta keni hequr cipën nga gjethet, pasi cipa e jashtme është e rëndë për stomakun. Nxirreni xhelin e aloe verës nga gjethet duke përdorur një thik. Pjesën e xhelit që keni përftuar i vendosni në mikser dhe i punoni derisa të merrni lëngun e aloes. Filtrojeni lëngun që ta pastroni nga çdo fibër e tepër që mund t'ju ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Tashmë ne jemi gati në fazën e fundit, atë të kombinimit me lëngun e shtrydhur të frutave të tjera. Mund të shtoni lëng portokalli, limon të verdhë dhe limon jeshil. Përzieni së bashku dhe shijojeni.
Megjithatë, duhet të keni parasysh që vetëm 10 gram në ditë nga xheli i aloe verës keni nevojë ta kombinoni me lëngun tuaj të preferuar. Pirja e lëngut të aloe verës ka një sasi të lartë ushqyesish të domosdoshëm siç janë vitamina A dhe E, magnezi dhe kaliumi. Këto janë shtyllat kryesore të cilat forcojnë shëndetin tuaj dhe të mirëqenies tuaj të brendshme. Antioksidant. Tek lëngu i aloe verës ju mundet që të gjeni një sër antioksidantësh të fuqishëm të cilët do t'ju ndihmojnë ju që të luftoni radikalet e lira, shenjat e plakes dhe disa sëmundje. Mbështetje për sistemin tuaj tretës. Aloe vera përmirëson mënyrën e tretjes së ushqimit. Në qoftë se ju pini lëngun e aloe verës, ju do të arrini që të zvogëloni sasinë e acidit në stomak dhe të parandaloni gjithashtu formimin e ulçërës. Avantazhe për funksionet e trurit. Sipas disa studimeve shkencore, pirja e rregullt e lëngut të aloe verës ndihmon funksionet e trurit për të kujtuar dhe mësuar, por edhe përmirëson gjendjen e përgjithshme të humorit. Mbron sistemin tuaj imunitar. Imuniteti është një tjetër përfitim i cili vjen nga lëngu i aloe verës, kjo fal antioksidantëve dhe nivelit të lartë të vitaminës C. Shëndeti dentar. Disa studime kanë treguar se pirja e lëngut të aloe verës kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin dentar për forcimin e dhëmbëve dhe parandalimin e kavitetit. Mban nën kontroll sheqerin në gjak. Mundet ta pini rregullisht lëngun e aloe verës në sasi të kufizuara ditore dhe do të keni luhati të limituara të insulinës në organizëm. Ky është një lajm i mirë për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti dhe ata që duan të mbajnë nën kontroll nivelet e glicemisë. Përmirëson pamjen e lëkurës. Nëse pini lëngun e aloe verës, ju do të keni një lëkurë tepër të shëndetshme sepse lëngu gjithashtu ndihmon në heqjen e thatësisë dhe në largimin e irritimeve. Ushqim për lëkurën. Xheli i aloe verës ofron një alternativë natyrale për ushqyerjen e lëkurës me vitamina. Megjithatë, nëse e përdorni shpesh, ajo mundet të irritojë lëkurën dhe ta përthajë atë. Prandaj këshillohet vetëm një herë në ditë dhe është mos e mjaftueshme. Zbutje e flokëve. Xhelin e aloe verës mund ta përdorni edhe për të zbutur flokët. Pas lyerjes, lyeni flokun me xhelin e brendshëm të gjetheve dhe mbajini për 5 minuta. Shpëlajini me ujë të ngrohtë dhe do të zbuloni që floku juaj është i butë dhe i shkrifët. Aloe vera u jep flokëve shumë ushqyes të dobishëm për rritjen e tyre. Aknet. Aloe vera ndihmon kundër akneve dhe duke eliminuar inflamacionin, skuqen dhe bakteret. Xhelin ju mundet ta përdorni si një sallatë, si mask. Megjithatë, nëse keni fytyrë të ndjeshme, duhet të bëni një test paraprak, duke vendosur pak xhel në zonën e parakrahut, nëse lëkura irritohet mbase jeni alergjik. Zbokthi. Përdorimi i rregullt i xhelit të aloe verës në flokë është shumë efikas në eliminimin e zbokthit. Dermatologët rekomandojnë përdorimin e xhelit në mënyrë të rregullt duke aplikuar atë direkt në zonën e skalpit. Kundër të djegurave. Xheli i aloe verës është shumë efikas kundër të djegurës së gradës së parë dhe asaj të dytë. Efikasiteti i xhelit është shumë herë më i lartë se sa kremrat industrial. Heqja e makjazhit. Kombinimi i lëngut të aloe verës me vajin e ullirit është një alternativë natyrale e heqjes së makjazhit. Ky kombinim është i butë gjithashtu për lëkurën, nuk e irriton atë dhe njëkohësisht e rigjallëron. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.